është shumë absurde me urry dikën që shpall dashninë edhe që flet në emër dashnisë. Vetëm ata që kanë djallëzin për mrena, vetëm ata të cilët janë frymzuar për shpirtit keqës, munden me e bë këtë gjë. Faktikisht, prisat e popullit Izraelit e urrejnë Krishtin sepse shpall një atë të dashtun, sepse e shpall vetveten si birin e tij të dashtun, edhe ka për qëllim për me diftu këtyre njerëzve që në sytë e Zotit nuk janë thjesht krijesa, por janë bijtë e dashtun e Zotit, ka dashur me i trajtu gjithmonë si të tillë, por ata nuk e kanë kuptuar një gjë. Nuk e kanë kuptuar këtë vërtet. Krishti është ai që ka ardhur me shpall një këtë vërtet madhe, vërtetën e dashnisë. Ata që jetojnë bazë kësaj të vërtete kanë plotësinë e çdo gjaje. Edhe në kjo se urrehen, prapë se prapë, plotësia e jetës nuk ju hiqet për urrejtjes.